rrasta edhe të një vazhdimi tjetër të seancës konstitutive, ku me gjithë atë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës dështuan që të konstituojnë Kuvendin, pra që të votojnë për kryesinë e Kuvendit në mënyrë që të hapet rruga për formimin e institucioneve tjera siç është qeveria në këtë rast. Ka disa kundërthënie, disa paradokse në lidhje me sjelljen e deputetëve të opozitës. Disa po dëgjuan deputetin Bajrami që tha se duhet marrëveshje politike, duhet konsenzus, mirë po 2 minuta më herët, po e njëjta tha që ata nuk janë që të bëjnë marrëveshje të tillë dhe s'kan marrë pjesë as në takimin konsultativ. Po kjo është sjellja nëse duam ta përkufizojmë në një fjali e opozitës aktuale. Do të thonë janë totalisht të painteresuar që të konstituojnë Kuvendin, janë të painteresuar që të zhbllokojnë procesin, përkundrazi, pra edhe bllokojnë, por edhe nuk duan hapin rrugë që të tjerat të zhbllokojnë. Do të thonë me votën e tyre kundër, ata po e pamundsojnë konstituimin e Kuvendit. Duhet ta qartësojmë edhe një gjë. Të gjithë pajtohemi që qeveria duhet të formohet nga shumica parlamentare, sepse këtë e kërkon kushtetuta dhe nuk mund të qeverisë në një skenar teorik, do të mund të qeverisin të gjithë, mirë po praktika e ka treguar që zakonisht fituesi zgjedhjeve merr partner koalicioni nëse ka nevojë, e bën shumicën e nevojshme prej 61 deputetëve, që është minimumi kushtetues, dhe vazhdon qeverisin. Tek konstituimi i Kuvendit është pluralizëm demokratik. Pra është shtëpia e deputetëve të pasuesve të popullit, të cilët pra duhet ta konstituojnë Kuvendin. Dhe po të ishte ajo çfarë pretendon opozita, që barra, përgjithësia e formimit e konstituimit të Kuvendit i takon vetëm partisë fituese, atëherë do të kishim kryetarin dhe 15 kryetar të partisë fituese. Por fakti që kemi kryetarin që propozon partia fituese dhe pastaj nën kryetarët që përfaqësojnë gjitha subjektet tjera më të mëdha në Kuvend, kjo nëmë kupton që kemi të bëjmë me pluralizëm demokratik dhe duhet të marrin pjesë të gjithë në formimin e institucioneve.